në thojza të thënë t'i gëzohen gjetjes së pjesëve kockore. Tash faktikisht ata të cilët që kanë gjetë ende vinë me lule, po ku e lënë? Mbi një mermer apo mbi një gur, lutem bre bën diçka se jam ka frigom që jam ka du me vdekje pa e gjetë djalin. Me kalimin e kohës, njerëzit filluan me në thojza të thënë t'i gëzohen gjetjes së pjesëve kockore. Pse? Gjatë tyre 25-6 viteve, në ditët e kujtimit apo ditët memorialet ku mbashen, tash faktikisht ata të cilët që kanë gjetë ende vinë me lule, po ku e lënë? Mbi një mermer apo mbi një gur, duke e dinë që varrin e kanë të zbrazët. Bile dhe ata të cilët i kanë gjetë ndihen keq për shkak të këtyre se pas luftës deri ka viti 2008, 2009, 10, nuk donin me ndi familjarët që s'është i gjallës e diçka, ka qenë shumë e vështirë të bindesh. Pastaj kur kaloi në vitin 2006, në 30 qershor të vitit 2006, atër Serbia zyrtarisht na tha që nuk ka më, do thot, persona të gjallë në Serbi. Edhe filloi pastaj me kohë të binden atë aspekt, derisa më tash janë ato që veç t'i gjejnë, që mos me shku në jetën tjetër, të themi, me rakun e mosgjetjes së pjesëve kockore, thirrja nënave, prindërve, bile në telefon kur janë në gjendje të keqe, emocionuese, kanë qenë një farsi mbështetje, kam qenë për ta. Të lutem bre bën diçka se jam ka frigom që jam ka du me vdekje pa e gjetë djalin. Bile të kom ku ta qoj një lulje. Dhe thot, me periudave që ndryshoj ajo, fazë ku them në thojza, me dhimbje, për e them të thot, t'i gëzon edhe dorëzimit të pjesëve kockore, vetëm që ta kenë një varë, dhe thot, dhe t'jenë me një farforme me të barabartë me ata të tjerët të cilët i kanë gjetur këtë afërmit të tyre.